luftari dhe kryetari i komunës Rahovec me stafin e juaj, të nderuar gjithë pjesëmarrës. Edhe pse pak në emocione, sot këtu në krushën e profesorit të nderuar Ufshin Boti, mirë po do të mundohem që sjell disa sekuenca lufte, se shumë sa në u thanë nga parafolësit, po unë do t'i ceki disa ma tjere që nuk i potencuan këta, sepse kam bërë shumë net dhe ditë bashkë me ta dy burra që sot po i kujtojmë, e që shkruan historinë më të rejtë kombit tonë me gjakun e tyre dhe shumë shokëve tjerë. Tek ne në Has, veç kemi qenë të përgatitur me njëherë mas rëmjes sublimit komandantit legjendar Adem Jashari me familje bashkëluftarët e tij, veç kemi qenë në Dionidhën përgatitje e sipër dhe kemi marrë iniciativën pikërisht Shefkiu, Haxhiu, Gasper Karaçi e shok tjerë gjallë, kemi grumbulluar djemt më të mirë dhe kemi përgatitur themelimin e shtabit 1000 Hasi. Krahas themelimit shtabit Hasi, veç edhe shtabi Anadrinis 500 që veç ish i formuar, me vonë do thot me 26 prill u legalizua, u legjitimua pranë shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Këto dy shtabe kishin barrën më të rëndë të përgjithësisë. Barrën më të rëndë të përgjithësisë luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Sepse kishin obligim, përveç të ruanin territoret e lira, kishin edhe obligimin e rëndë që pjesëtarët të gjitha zonave tjera të luftës Kosovës t'i merrnin nga zonat e tyre, t'i sillnin në Nadrini, në Has, t'i deportonin në Shqipëri, t'i furnizonin dhe t'i kthenin në nasjelltas shëndosh e mirë në frontet e luftës nga vinin. Prandaj kjo ishte një barë dhe një përgjegjësi e madhe. Gjithë këto organizime, deri në transformimin e shtabeve në brigada e zona, deri në koordinimin e ushtarak, rregullimin ushtarak të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Shefkiu, Enveri e shumë bashkëluftarë tjerë që janë dëshmorë dhe të gjallë, zdi në Hasa e Nadrinit, do thot pas Shefkiu nuk ka pas organizim. Një prej më që është me kryesore për meci në fillim të luftës, do të kujtëseka shtabin e Nadrinis, shtabin 500 që e të Hasit, ne kemi pas në Rrogov gjithë një pjesë e madhe e din, kemi pas konflikte familjare në mes vete, ka qenë pengesë e madhe për neve kryerja detyrave të luftës. Shefkiu, duke angazhuar babajnë e ndjerë, tash Haxhi Hamit Thaqin, Hoxh Feta Bekollën, e shumë burra tjerë, me iniciativën e dyre të dhot me 14 maj u bë pajtimi aty në 6-7 familje që veç për një periudhë 6 mujore kishin marrë 6-7 viktima në mes vete e që ishte pengesë e luftës. Nga gëzimi që u bë ai pajtim, a ditë luftohej shtabi 500 që kishte zgjeruar territoret e luftimeve nga Bërtatini, Ratkovsi, Kramoviku, po me 14 betejë e Gradishit zhvillohej. Nga gëzimi që ishte bërë pajtimi aty, më tha Nezhi, a mobilizohemi, dalim ka bregu i drinin për pavi, ta festojmë që të gëzim. Me kënaqësi, Haxhi Hoti, Shefkiu, e 3-4 shok tjerë, jemi dalë, kemi sulmu forcat serbe që grenatonin e luftonin me ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nga gjithë. Dhe pas përpjekjeve që të deportohen në pozicionet e ushtarëve të zonës së përgjithësisë së Anadrinis, shkijet u zbrapsën, a ditë u zbrapsën nuk mundën të thyen pozicionin që ishin kashi majeve të Gradishit. Pas atyre, zhvillimit në ngjarjeve që kanë pasu edhe gjatë verës në 98, edhe deri në grupimet e me vonshme kujtëseka në brigada e zona, do thot Shefkiu ka qenë aktiv edhe në territorin e përgjithësisë brigadës 124, po edhe në Has. Ju kujtohet gjithëve periudha e një kohë kur ka lëviz grupet qetnikëve me xhipat
e thirrur si dorë e zezë. Misioni i tyre ka qenë thotë kidnapimi i njerëzve dhe vrasja e njerëzve në mënyrë individuale, edhe pse në atë kohë ishte edhe misioni i OSB-s. Mirë, po ata nuk kanë respektuar dhe kemi pas për çdo ditë do të vrasje, kemi pas edhe në Rrugov njerëz që kanë kidnapu, edhe në pjesë tjera. Shefkeu po ulet në ditë bashkë në Krush këtu, bashkë me Enverin disha shok Bekimi, Gjafer Kadiri, Ravesit, Bahtjar, Hoti, Ratkosit, tha nuk muj me duru këtë gjendje, mo do të dalim, tha dhe do t'i ndalojmë, tha këto, pavarësisht OSB-s dhe urnëve tona që i kemi komanduese. Thash me kënaqësi dhe kemi dalë të klepat e Celinës, janë sulmua dhe nga ajo ditë mo nuk janë nduk ato struktura kriminale në aksin rrugor Xerxhe Prizren që kanë lëvizë. Dorë ka qenë meritë e Shefkeut, të Enverit, Bekimit e shokëve tjerë që i kanë largu. Ardhja e delegacionit të shtabit përgjithshëm dhe drejtorisë politike TUSHK-s për të vazhduar në Shqipëri me përfaqësu luftën në konferencën e Rambujes, kanë ardhur në Krush këtu, nga këtu Enveri, Bekimi e shumë shokë tjerë me Shefkeun bashkë me neve e kanë bërë organizimin dhe sigurimin e rrugës nga Krusha e deri në Lubisht Hasit me shku ma lirë si tash, do thot në atë kohë. E kanë siguruar atë korridor, bilëm në dikun të familja Dëllova kemi qenë ndarë, para se me marrë atë rrugë, në tojën në natë tetës. A jemi të sigurt? Tha, pashkel tanku mbi neve, Hashim Thaqit me shok, tha, nuk i ndodh asgjë keqe, prej Krushe deri sa të mrrin Cahan në pjesën e Hasit Shqipërisë. Edhe ashtu ka ndodhur, me sigurinë më të plotë kanë kalu delegacioni komplet që s'ka pas mundësi me utu prej Kosovë me pjesën e delegacionit tjetër, kanë utu në përhas merit edhe e kësaj do thotë edhe aktorët kryesorë janë Shefkeu, Enveri edhe shumë dëshmorë tjerë dhe shok gjallë që janë prezent tu. Fillimi i bombardimeve e ka gjetë prapë Shefkeu në Enverin, si e ceki edhe kryetari Selemia aty ku duhet. Ndihmë popullatës civile edhe koordinimin e vijave mbrojtëse që ishin në përgjithësitë brigadës 124, 123, 122, komplet territorin e zonës operative të Pashtrikut. Në ato vijat rezistencës, shumë shok tu që janë bashkëluftare din, për ata që se din, çdo pjesëtar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës ose zotu para komandantit Taher Sinani që vetëm të vdekur mund të kaloj shkallë edhe të deportoj te Spitali i Luftës që e ceku kolegu ynë i nderuar profesori Habib Zogaj. Mund të kalojnë te plagosnit, shumë plagosën që kishën në spitalin në Pagarush të Spitali i ushtrisë. Edhe është bas strehimi plagosnëve për në zonat aty të Kleçkës, është strehu popullatën që e kishim mrapa, është qitë në zonën më sigurta, edhe ajo vit do thot komplet e përgjithësi zonës operative të Pashtrikut, nga Kramoviku, Anadrinia komplet, pjesë të Suarekës, ka Dula, pjesë të rrethinat e Lipjanit, Kryemiri Shala, ka pjesë të Llapushnikut, kanë qenë vi e hekur të mbrojtëse e pjesëtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Edhe nuk ka mujt me deportu, do thotë të zhvillu jeta edhe popullatës civile deri në fund të luftës, o zhvillu jeta gati thuja normale në ato kushte çfarë kanë qenë, duke ju falendëru pjesëtarëve trima të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, që shumë për tyre u sakrifikuan, shumë për tyre sot janë invalid luftës, e mjerisht jetojnë pak në kushte jo të mira, falë jo për kujdesi sa duhet të institucionëve tonë ndaj këtyre kategorive, po shpresojnë të bëhet pak më mirë për këto kategoritë më të çmuara të lirisë tonë, dëshmorë dhe invalid. Është rujtan ai nderi i ushtrisë, është rujt nderi pasi aty kishim edhe radion e vetëm mjet informim të luftës në atë kohë, edhe deri në shlerin plot do thotë është rujt ajo vije nderit fal gjakut Shefkeut, Enverit edhe shumë shefkive të Enverave tjerë që kanë rënë në ato kohë. Lavdi për jetën mutëve dëshmorëve të kombit, lavdi luftës, lavdishme të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, respekt juve familjar,
Respekt krucial të nderuar që keni dhënë shumë për lirinë që sot, po gëzojmë dhash Zotit vinë ditë më të mira për gjithë. Respekt.